I gëzuar që vi me shoj në këtë kishë kushtuar apostullit të madh, një nga njerëzve më të mëdhej në këtë ditë të festimit të dy apostujve, Shën Pjetrit dhe Shën Pavlit. Mësimi nga jeta e tyre është shumë i rëndësishëm. Ne i lexojmë jetët e shenjtorëve jo si biografi, po si një mësim, si një përjetim me të. Ikona nuk është thjesht portret, është diçka që e ka përcen atë gjë. Kthehet në dritare për të komunikuar me dimensionin tjetër, të botës tjetër të përjetshme. E njëjta gjë është dhe me jetët e shenjtorëve. Ato janë vazhdimi i akteve të apostujve, nga cilët ne mësojmë, ndriçohemi dhe përpiqemi që t'i ndjekim pas. Shën Pavli, cilin përkujtojmë dhe sot, thot disa fjalë shumë të rëndësishme. Do të bëheni imituesit e mi siç unë jam i Krishtit. Ata patën Krishtin si model dhe u modeluan sipas tij. Dhe ne duke mësuar rreth jetës së tyre, fillojmë modelohemi sipas tyre e duke ju afruar realisht ikonës së Krishtit. Çdo njeri është krijuar sipas ikonës Perëndis. Ky është besimi i krishterë. E mbi këtë mbështetet gjithë antropologjia e krishterë mbi njerëzimin. Njeriu ishte krijuar sipas ikonës Perëndis, por ra. Dhe ringritja erdhi pikërisht nga mishërimi i Zotit, nga ngjitja e tij në qiell dhe dërgimi i Shpirtit Shenjtë. Dhe ishte Shpirti i Shenjtë që i ndryshoi këta njerëz. Të dy këta na japin disa gjëra shumë të rëndësishme. E para na japin unitetin në kishë. Të dy nuk ishin njësoj. Pjetri ishte njeri i pashkolluar, ishte peshkatar, njeri i thjesht, po me një zemër shumë të madhe dhe njeri me një besim shumë të madh. Pavli ishte shumë i shkolluar. Ishte mësuar nga mësuesit më të mirë, farisejnë në atë kohë, si ishte Gamalieli. E ishte njeri që i letrave, po të lexosh letrat e tij, kuptohet se sa i thellë ishte ai në mendime dhe në gjithçka tjetër. E megjithatë, këto të dy përfaqësojnë atë që është kisha. Kisha është uniteti i gjithë njerëzve. Njerëzit nuk janë njësoj. Zoti nuk krijon kopje, po kërkon unitetin në mërmjet tjetrit. Dhe Zoti nuk kërkon uniformitetin. Diktaturat kërkonin uniformitetin. Gjithë mendonin njësoj, madje në disa vende bëj dhe qesharake, duhet visheshin gjithë njësoj, ndërsa Zoti ka krijuar çdo njeri të papërsëritshëm. Asnjëri nuk është i ngjashëm me njëri tjetër. Kjo tregon dhe dashurinë e madhe të Zotit për çdo individ. Dhe që qëndroi kisha është pikërisht uniteti. Dhe uniteti është në besimin e përbashkët. Duke qenë njerëz të ndryshëm, ata ishin të bashkuar me njëri tjetrin. Historia e Shën Pjetrit është një histori shumë e bukur. Jeta e tij ishte një jetë e mbushur me gjëra të ndryshme. Pati momente dhe dobësie. Sepse dhe shenjtorët kishin momente dobësie, pa ato nuk qëndruan në dobësi, e kaluan atë gjë. E çdo njeri që është i rritur, edhe kur bie, nuk duhet qëndrojë në vend, por duhet ngrihet e të vazhdojë përsëri. Fëmijët kur rrëzojnë, qëndrojnë në vend dhe qajnë atje. Njerëzit e rritur sa herë që mund gabojnë, duhet pendohen e të vazhdojnë përsëri. Në një moment të saktuar, Pjetri, që e donte ai shumë Zotin, e mohoi, sepse u tremb. E tha nuk e njoh këtë njeri. E megjithatë ai u pendua. E pendimi i Pjetrit është një pendim i thellë dhe i sinqert. Sepse në pendimi nuk është vetëm thjesht të kuptosh që ke bërë një gabim. Pendimi është të kuptosh thellë që ke prishur një marrëdhënie me një person tjetër. Prandaj dhe Pjetri u pendua aq thellë dhe Zoti e fali, dhe jo vetëm që e fali, po prania e Shpirtit Shenjtë e shenjtëroi atë gjë. Dhe kjo tregon që njerëzit mund të restaurohen, sado gabime që të bëjnë, përsëri mund të restaurohen. Shën Pavli e filloi si një nga përsekutuesit kundër kishës. E megjithatë, kur u çfaq Zoti, ai ndryshoi krejtësisht dhe u bë ena e zgjedhur e Krishtit për ta përhapur ungjillin kudo.